Hithra, bima magjike që bën mrekulli në shëndetin tonë. Ja si ta përdorni. Hithra rekomandohet për trajtimin e problemeve të ndryshme dhe është një bimë natyrale medicinale nga më të zakonshmet. Hithra që rritet dhe nis të luluzojë nga stina e pranverës deri në fund të vjeshtës, është një burim i dobishëm për shëndetin e përgjithshëm. Po ashtu, nëse nuk e keni ditur, hithra përdoret edhe për masazh kundër dhimbjeve reumatike, gjithashtu edhe kundër problemeve të lëkurës. Hithra ofron të mira për sistemin tuaj urinar, pastron gjakun dhe trupin nga toksinat, ndihmon kundër problemeve të veshkave, inflamacioneve dhe fshikëzes së tëmthit. Hithra ndihmon kundër problemeve të ciklit menstrual me pagjumsinë sëmundjet e mushkërive. Në kombinim me bimët të tjera mund të përdoret me sukses edhe në trajtimin e problemeve të ndryshme që lidhen me mungesën e ekurit. Kjo është një arsye parësore pse duhet të shtoni hithrën në dietën tuaj si një element të mirë ushqyes edhe në mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve.